Për çfarë do flasim sot? Do flasim për vendimin e ri të Ministrisë së Shëndetësisë për punën e hormoneve, me një panel të shkëlqyer, si gjithmonë, si çdo të bëj kjo studio. Elona Gjebrea, mike dashur e studios Bardazi, faleminderit. Kishe kohë që s'vjen Bardazi. Jo, ka qenë jashtë në studime në për 4 anët e botës. Kaon Seriani, filozofi imi preferuar, më falni ju tjerët. Te kam thënë, e them. E dim që je dashnori filozofisë, kështu që... Kam atë defektiv. Ai e ka titullin, ai është përfituesi. Benjoza Çoku, është rikthyer në Bardazi fuqishëm, e ëngri virozën Bardazi. Ka pas ëngre. Edhe tu ti rezistu. Suela Gjufi, një dashuri e studios Bardazi, shikoj sa si është, si... E kupton është si i flamingo. Jemi të treja me kuqe sot. Vetëm që s'ri do të me një këmbë, kush ri me një këmbë? Ku e diti? Atë se di këtë drejt. Kjo ministra jo, nuk ishte 100 vendime për të marrë për shëndetësinë, për të mirën e fëmijëve, po hormonet na duheshin ne tani. Për ato ishim keq ne. Tani a ekzistojnë hormonet o Ornela ime e dashur? Po jo, ekzistojnë. Jep një njeri që s'ka hormone? O, ka sa duar. Po janë dhe këto njerëz me hormone. Ornela thot jo, nësa që s'ka. Për ato ishim keq ne tani. I kemi qik me shumicë hormonet të ndrejtë, dhe nga ushqime që ne konsumojmë. Po pra. Kështu që normalisht kësaj pyetjes tënde. Elona, bjeri Elona. Do me thënë që tu i pa tjetër kujtesi veçantë për hormonet. Po, Elona është biologe. Po pra. Mendoj që është për tërhequr vëmendjen. Mendoj që është për tërhequr vëmendjen. Kyllë vendimi. Jo, s'është për të Po jo, se këta transinorët, unë e di që marrin hormone. Marrin hormone. Pin hormone. Unë e di që pin hormone. Po tani, ti ke kaq njerëz që vuajnë nga këto smundje. Ke fëmijë në një situatë që Belioza e di shumë mirë, domethënë. Si është gjendja familjare, situata ekonomike këtyre fëmijëve?